Me rastin e 21 marsit, fillimit të pranverës, shoqata Vegimi Mistik ka organizuar ecjen në Prush që paraqet besimin në vetvete dhe sigurinë në vetvete për të arritur të gjitha ato që dëshirojmë. Televizioni jon ka ardhur për ta përcjellur këtë ngjarje shumë interesante, prandaj ju ftojmë që të jeni edhe ju me ne. Sipas urtësive të civilizimeve të lashta, ligji themelor dhe universal i krijimit dhe evolucionit si proces në tërësi është ligji i të kundërtave. Ky ligj mbështetet në veprimin e dy nën ligjeve të tjera që në mes veti janë antagoniste. E para është nën ligji i ruajtjes së qetësisë së përhershme dhe e dyta është nën ligji i lëvizjes së përhershme. Nga veprimi i pashmangshëm i këtyre dy fuqive kontradiktore, si rezultat krijohet produkti i ri, kurse si manifestim ndodhen nxehtësia që në natyrë shfaqet si emocion, si zjarr, flak. Ajo si proces në thellësirën e brendisë ndërton dhe riprodhon, e nëse ngacmohet në substancë, djeg, përzhit, shpartallon dhe transformon. Pra zjarri në përgjithësi është si manifestim në proces. Tek njeriu shfaqet si emocion, e në materje si kallje, flak, nxehtësi, transformim. Andaj, si stereotip evolutiv në thellësinë e mendjes sonë të përsosur, përherë shkakton frikë respekt, përulje, nënshtrim, gjithnjë frikë si bindje, frikë si veprim. Të mos kesh frikën nga zjarri do të thotë të jesh pjesë e saj, pjesë e një procesi hyjnor universal të natyrës, pjesë e tërësisë, së cilës i takojmë edhe ne vetë. Dhe mjafton vetëm një hap i vogël në këtë rrugë, në këtë shkrirje, një hap në drejtim të vënies së kontaktit me qenien tonë të vërtet hyjnore. Ky hap madhështor është besimi. Besimi në veten, gjithsesi besimi në Zotin që është ne. Pikërisht, mu këtë besim në vetën tonë dhe në vetë Zotin që është ne, e ndërton dhe e kultivon shoqata për krijimin e njeriu të ri, Vegimi Mistik nga Prizreni. Pikërisht, përmes këtij rituali të ecjes në Prush, të organizuar nga kjo shoqatë, dëshirohet të vërtetohet kjo esencë. Dhe jo rastësisht më 21 mars, në ditën e parë të stinës së pranverës, në ditën e rifillimit të sëresë, të ringjalljes, gëzimit, lumturisë, dashurisë, në ditën e parë të gufimit të zjarrit ton të brendshëm që fillon të shpaloset si emocion. Ne jemi Zoti në ne. Aty ku është Zoti nuk ka vend frika. Ta hudhim atë, ta braktisim përgjithmonë. Të nisim pra rrugës së kësaj apotezës së zjarrit dhe nga dënimit mbi të. Në këtë ceremonial, përveç disa antarëve që veç ka një eksperiencë të ecjes në Prush, pjesa dërmuese e tyre janë fillestar. Si ndihen ata para fillimit të këtij akti që sapo do të fillon, ku në shtegun e gjatë me Prush prej 8 metra, tërësisht të zbathur, do të ballafaqohen me sfidën më të madhe të frikës së njeriut, frikën nga zjarri. Unë sot do të ecim nëpër zjarr, jam shumë e lumtur, s'kam frikë as pak. Edhe shumë gëzohem, mi ndjekam prej të. Sot është hera parë në jetën tem se thonë që jam ty marrë, ose më mirë me thonë që ku me hesë në për Prush, shpëdi që thonë frikë nuk kam, frika nuk ekziston. A më mirë po do të marrë pjesë, edhe do të sprovoj vetën që thonë, a jam gjendje me marrë pjesë, a nuk jam, kjo është sprovë. Kuptohet të nderuar teleshikues se paraprakisht për të përballuar kjo frikë për shumë fillestarë nevojitet edhe para përgatitje e caktuar rituale. Teknika e parë që aplikohet si para përgatitje në këtë ritual është frymëmarrja ritmike,
e cila ndihmon në largimin e streseve të ndryshme nga mendja dhe trupi, si dhe teknika e meditimit që e koncentron vëmendjen e praktikantit ka caku i qëllimit të fundit. Këto parapërgatitje udhëhiqen nga antarët më me eksperiencë të shoqatës, zoti Hydajet Bityçi dhe zoti Adem Kolgeci. Friga humbet, humbet, plötsligt humbet. Ashtu, humbet, ska frit. Ska frit. Ashtu. Ska frit. Dhe ngadalë, akti finali i ecjes në përprush afrohet. Sipas një parashikimi, para ritualit të ecjes, temperatura e prushit duhet të jetë diku afër 300 gradë Celsius. Patjetër se hapin e parë duhet të ndërmarrin antarët më të vjetër. Kam zotin Hydajet Bityçi, zoti Hydajet, si keni këmbë batash? Sikur se përpara, unë jam shumë i gëzueshëm që u realizu këtë dëshirë nga pas qysh se moti, edhe jemi përgatitur, edhe pat edhe vetë se edhe fëmia i 11 vjeçar ka ecë në përprush, por nëse doni na muna t'ju tregojmë këmbët nëse jemi djega diçka, nuk që muj me kalu edhe 10 herë edhe pa asgjë. Edhe e pat edhe ju vetë se sa guxim kanë marrë këta njerëz. Një tjetër i pranishëm i cili ka ecur në përprush sonte është edhe zoti Adem Kolgeci. Zoti Adem, si po ndjeni tani? Jo vetëm unë veç pesha gjithë grupin që janë shumë të lumtur. Jam unë nikosisht i lumtur që më heci vajza edhe djali, Alberita dhe Iliri, pashtu që mujtën frigën. Jam shumë i lumtur pashtu që ky ritual u majt qysh në këtë qytetin shpirtënor të Kosovës. Pashtu jam i lumtur që kanë marrë pjesë shumë antar prej qyteteve tjera si Gjako, Prishtinë, Gilana, Lipjana, çato. Pashtu kanë marrë pjesë edhe nxënësat të shkollës këtu. Edhe pashtu jam shumë i lumtur që secili ka kalu pa asnjë problem.